Faleminderit gjithëve. Është kënaqësi të jemi sot këtu në këtë ceremoni të përurimit apo të pranimit të skanerit që është donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Falenderim për taksapaguesit, pra popullin amerikan, për këtë mbështetje. Normalisht që një pajisje e tillë është tepër e nevojshme dhe e zgjidh edhe problemin që është paraqitur së fundi sa i përket sigurisë në pikat kufitare, në hyrje daljet e mallrave, sidomos në hyrjet, dhe kjo po besoj që do të përshpejtoj, do të lehtësoj pra qarkullimin e mallrave dhe të njëjtën kohë pra duke siguruar që ka integritet edhe procesi i verifikimit të mallrave dhe sigurisë së përgjithshme. Prandaj edhe një herë është mirë që jemi sot këtu. Faleminderit edhe një herë të gjithë palëve për angazhimin dhe njëkohësisht ju uroj punë të mbarë edhe doganës dhe drejtorit në këtë rast. Faleminderit shumë.